Lere ti në retorikën. Problemi është për zgjidhje të mëdha strategjike kombëtare. Lere karrierat e partit. Këtu problemi që ata fatkeqësisht po e zvarrisin dhe po e lodhin atë protest se nuk ka një leadership shkencor të zhvillimit të Shqipërisë. Është vetëm leadershipi apo fshihet edhe diçka tjetër? Nuk ka leadership brenda. Nuk lejon leadership ata brenda. Po pse? Prandaja mungesa e leadershipi politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, e cila duhet koordinonte në mënyrë të shkëlqyer programet e brendshme dhe kombinimin diplomatik me NATO, me Bashkimin Evropian, me Shtëpinë e Bardhë, zero. Dhe këta do marrin përgjegjësi sepse kanë pushtuar, neutralizuar zhvillimin e proteste madhore. Kanë shkuar shumë njerëz intelektual me vlera dhe nuk u jap lejen as të flasin në podium. Pra kanë monopolizuar. Pse ndodhi gjë e tillë? Sepse është krijuar një bord jashtë quajtur pa nivel, i futur PS-ja, PD-ja, Shiku dhe të tjerë brenda saj. Po grupi koordinues i protestës në një listë që kishte hartuar, pra dhe një sër kërkesash, kishte dërguar dhe një letër gjithë ambasadave në vend, të paktën sa është bërë publike në media. Unë si Instituti Politika dhe Sigurisë Kombëtare dhe krijuam një bord dhe u kërkova të ulemi në tavolinë, bashkarisht ata nuk erdhën. Dhe ne ja kemi dërguar shkresën NATO-s, Bashkimit Evropian, të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian, të Shtëpisë Bardhë dhe Kongresi Amerikan, dhe sa e bordi atje do mbaj përgjegjësi për pasojë që sjell kësaj proteste madhore. Po sa i përket sulmeve që nuk është mendimi im personal, është mendimi i gjithë intelektualëve të profesorëve dhe kuadrove madhor Shqipërisë brenda dhe jashtë shtetit, që ne shkëmbejmë informacione ditore. Pra, protesta nuk ka leadership politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, po ka një grup i cili kërkon bë leadership ku nuk ka të nivel. Po nga ana tjetër, sulmet që ka kryer Edi Rama kundrejt protestuesve të caktuar, si cilësoni, konkretisht edhe ndaj Dritan Goxhait? Konfliktet personale nuk zgjidhin gjë, ndërsa paraqitja programeve shkencore dalës nga krizës politike, ekonomike, diplomatike dhe ushtarake pa emra të veçantë, po me studi të përsosur nuk ka që kundërshton as Edi Rama dhe askush. Sa luftat personale në nuk na interesojnë. Po sa i përket denigrimit të figurave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si e keni parë teksa Taula Mballa publikoi dhe një listë, një form listë pagese kundrejt disa ish ushtarakëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku biden sy edhe heroi Tahir Sinani. Për shfatkeqësi e madhe që Taula Mballa është kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe ngatron luftën çlirimtare të Kosovës dhe luftarët që luftojnë në Kosovë me problemin e madh që ka Shqipëria për mungesën e shtetit demokratik dhe ligjor, për korrupsion dhe krimin ekonomik, probleme janë të ndara. Dhe populli i Kosovës është popull shqiptar, janë vëllezërit tanë dhe kanë të drejtë të demonstrojnë në mënyrë paqësore për kërkesat e popullit shqiptar dhe Edi Rama dhe Balla dhe shokët e tyre të mos nxjerrin armiq të jashtëm iranian e shfaruan emrin, po të shikojnë armiqsinë të vetë tyre që shkatëruan Shqipërinë dhe lanë popullin në varfëri të skajshme, kur vetë tyre janë bërë super të pasur e botës, kur pasuria kombëtare është monopolizuar në duart e tyre dhe populli është ditë hallit dhe 2.1 milion banor praktikisht atë dhe unë, nësa pjesa tjetër, pjesa e ndershme e popullit shqiptar, shtresat e mesme të varfra bëjnë luftë për jetë në të vend Begat, që do ishte zvisin sot.
Si e cilësoni projekt ligjin e ri të iniciuar nga qeveria shqiptare sa i përket shitjes së tokave bujqësore tek të huajt, ku Edi Rama e sqaroi pak ditë më parë se ky ligj i shtrin efektet 7 vite pasi Shqipëria të jetë antare e Bashkimit Evropian. Është vazhdimi i strategjisë së tyre të shpërbërjes së Shqipërisë dhe të heqjes së 28.000 kilometrave që mezi ka mbyllur Shqipërisë. Ashtu si Dasazani zvërnesin që gjykata kushtetuese po flegjum dhe anëtarët e gjykatës kushtetuese një ditë do përgjigjen para ligjit se janë drejtuar zyrtarisht që më një herë të pezulloj marrëveshjen e Sazani dhe zvërnesit që ka shkelur sovranitetin kombëtar dhe akoma nuk po mblihet urgjentisht, ashtu si dhe s'pak dy kemi shuar dosjen për tradhti kombëtare dhe do thrasë Ramën urgjentisht në hetim penal, po bën një hap pa dy mbrapa do marrë përgjegjësitë edhe ata para ligjit. Pra, kushtetuta e ka të përcaktuara shumë mirë pozicionet e pushteteve. Pushteti ekzekutiv nuk është mbreti i Shqipërisë, është pushteti i drejtësisë me kryegjykatë kushtetuese. SPAK-u, palere kuvendi se kuvendi janë ushtarët e Edi Ramës me listat e mbyllura. Nuk po funksionon shteti. Po të funksionon shteti, Edi Rama nuk bëjmë mbret dhe nuk bënde kurrë coptim në Shqipërisë. I dashur qytetar, si që shikon problemi shumë i thjesht për të zgjidhur, po të ishin demokratë ata që kanë pushtuar Shqipërinë, si që thashin 10 vjetë, 7 kryeministra Anglia që vetëm për kritika largohen nga kryeministra, ndërsa Edi Rama dhe Sali Berisha duan gjithë jetën të jenë karriken dhe të kenë popull shqiptar sklav. Shkurt, unë kam qenë diplomat jashtë shtetit. Kam punuar 6 vjet jashtë shtetit. Dhe sot djeg populli shqiptar është populli sklavruar. Po e përsëris, populli shqiptar është sklavruar politikisht, ekonomikisht, socialisht, nga ana sociale dhe nuk ka asnjë neri të vërtet të një shteti demokratik dhe ligjor. Shikoni si jeton populli në Zvicër, në Austri, në Angli. Populli shqiptar është kryer sklav e filloi Berisha Rama. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike duhet të mbyllen urgjentisht nga gjykatat si struktura dhe organizata të krimit politik dhe ekonomik në Shqipëri që shkatruan vendin, ndërsa ata dy do të arrestohen dhe dënohen dhe të rikthejmë ligjin e dënimin dhe vdekje në Shqipëri. Ndryshe Shqipëria nuk rregullohet, nuk ka ekstremizëm, këto i them unë. Janë analiza të thella të zhvillimeve të brendshme duke krahasuar me objektiva që dëshon e populli shqiptar. Shqipëria s'ka demokraci, ka dhunë, krim, vjedhje, dhunim. Të lutem, mos u afrosh shumë tek telefoni se del vetëm koka. Po mbaj pozicion, okay. Zoti Lima, si e keni parë rolin Albin Kurtit kundrejt protestës në Shqipëri, teksa akuzohet se ka dërguar njerëz të tij për t'i dhënë më shumë dhe për t'i hedhur më shumë zjarr protestës përpara kryeministrisë? Albin Kurti nuk e shet Kosovën. Përkundërzi, Albin Kurti liroi urën e Ibrit që marrë francezët dhe hoqi gjithë shtetet paralele në Kosovën e Veriut dhe bashkoi Kosovën e Veriut me Kosovën, që thaçi Rama, Grenelli dhe Vučići dhe dështjapi Serbisë. Pra dhe tha shumë mirë, unë nuk shes Kosovë, tha, nuk shes Shqipëri. Populli e Kosovës nuk e komandon askush. Populli i Kosovës është i lirë dhe mund të shkojë kudo në mënyrë paqësore të bëj bashkimin për protestë. Ashtu si luftëtarët e Shqipërisë u bashkuan për çlirimin e Kosovës me armë, për çlirimin nga pushtuesit serb, tani qytetarët e lirë të Kosovës pa armë në rrugë paqësore u bashkuan me popullin shqiptar për të çliruar Shqipërinë nga kjo vjedhje, nga ky shkatrim i shtetit shqiptar, që dy shtete vëllezër
si dy shtete aleate dhe dy popull vëllezër. A shikoni Albin Kurti një figurë që mund të bashkojë Shqipërinë me Kosovën dhe mund të sjell atë përbashkim, po themi, të shqiptarëve kundrejt kombit? Edi Rama e ka publikuar zyrtarisht që bashkimi i Shqipërisë me Kosovë është një ëndër e shekujve të kaluar dhe bashkimi i tyre do bëhet bashkimi evropian, sikur në bashkimin evropian, zoti Rama, Franca nuk ka kufi me Gjermaninë dhe vende tjera. Bashkimi evropian është një bashkim ekonomik me lëvizje të lirë, po kufit i ka me 1 centimetër. Dhe Edi Rama çka na thotë që bashkimi do bëhet bashkim evropian, jo zotëri. Bashkimi Evropian nuk bashkon kufi toksor, është lëvizja e lirë dhe bashkimi politik dhe ekonomik me dy zyre. Ndërsa Kosova fatkeqësisht, kur ishte Hashim Thaçi kryeministër, bëri kushtetutën dhe neni numër 3 kushtetutës ndalon bashkimin me Shqipërinë. Pra, Kosova ka të ligjëruar mos bashkimin me Shqipërinë, ka bërë tradhtari Hashim Thaçi me grupet e tij, nëse Edi Rama tradhtari tjetër deklaron që nuk bëhet bashkimi se një ëndër e shekujve të kaluar. Pra, duhet ndryshuar kushtetuta në Kosovë dhe duhet largohen këta tradhtarë të kombit shqiptar ka pushtuar Shqipërinë që me referendum sipas ligjeve ndërkombëtare të bëhet bashkimi dy shteteve tona, pra brenda ligjeve, brenda konventit ndërkombëtare, brenda rregullat demokratike.